Njeriu popullë thotë të çmend dhe tramën paraja, pasuria. Kjo është pjesë e këtij ajeti, kuptimit të këtij ajeti. Po t'jep të Allahu njerëzve pasuri pa fund. Çka kish ndodh? Me pyet njeriu dikën thjesht. Çka me mërmani, o ju njerëz? Apo themi nese të Allahut janë qelsat e qive dhe të tokës, e çka ka hambartë e kësaj gjithësie në dorë tina. Po, Allahu është bamerës, është fornëzues, është po. Pse s'jap njerëzve krejt çfarë lypi njerëzve? Pse s'jap? Dikush jam nal atyne, ata edhe që nuk janë musliman. Në vetdijen e vet e kanë qarë se diçka po i pengon, diçka po i bllokon, po ja prish planet. Një pjesë biznesi sipas planit, sipas matematikës së tyre. Ka dikush që po ndërhyn në realizimin projekteve, objektiveve të tyre, synimeve të tyre të tjera. Pra, Allahu s'pada. E pse s'pada? Çka i kushton? Përgjigjen Allahu po jep këtë ajet kuranor. Le baghaw fil ard. Do të kalojnë në kufrit ata, do të bënin